Nesër Oda Ekonomike e Kosovës ka planifikuar të mbajë protestën e radhës në lidhje me daljen në tregun e lirë energjetik të bizneseve në Kosovë. Kjo protestë që do të mbahet në sheshin Skënderbeu në Prishtinë pritet të jetë masive. Kryetari i Odës Ekonomike Lulzim Rafuna u bëri ftesë të gjitha bizneseve që preken të jenë pjesë e kësaj proteste, pasi nuk po ka reflektim nga ZRE dhe qeveria. Protesta do të jetë nesër prej orës 11 deri në ora 12. Ne ftojmë të gjithë ata që prekën që të na bashkangjiten për të mirën e ekonomisë së vendit, për mbrojtjen e qytetarëve të Republikës Kosovës, për shkak se në fund qytetari i Republikës Kosovës ka me pagu si konsumator çmimin e kësaj rritje. Ftojmë ZRE-n që të reflektoj, ftojmë qeverinë e Republikës Kosovës që të reflektoj, që na jepet mundësia edhe për një fazë të tranzicionit. Ky vendim i ka çrregullu bizneset, ja ka çrregullu planin investiv, ja ka çrregullu komplet planin financiar. Asnjë biznes nuk është kundër daljes në treg lirë, asnjë biznes nuk është kundër ZRE-s ose institucioneve. Ne e kemi një kërkesë të vetme. Ana një fazë të tranzicionit që të përgatitet tregu. Protestat sipas Rafunës nuk po bëhen prej dëshirës. Bizneset po detyrohen të protestojnë duke parë protestën si mjeti i fundit, sepse atyre nuk po ofrohet një fazë tranzicionit. Protestat nuk do ndalen. Protestat nuk do ndalen se kjo është mjeti i fundit që na ka mbetë si biznes. Thash edhe në fillim që nuk është duke u bë prej dëshirës ose vullnetit. Mirë po, kjo na ka mjeti i fundit, ne kemi kërkuar me dialog, kemi ofruar studime, kemi ofruar bashkëpunim, kemi ofruar partneritet që të gjithë së bashku ta gjejmë rrugën për me kriju atë fazën e tranzicionit, një plan të fazës së tranzicionit. Pra, të theksoj që desët nuk ka pas, ne shpresojmë që të ketë reflektim këto ditë nga qeveria e Republikës Kosovës. Rafuna u shpreh se kjo që është bërë bizneseve me vendimin e marrë nga ZRE është sfida më e madhe për biznesin